Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën Allahu xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Ta falendrojmë Allahu xhaleshanuhu për mundësinë që na I ka dhënë që ne të jemi gjallë në muajin e Ramazanit. Edhe shumë duhet ta falenderojmë sepse të gjithë e dimë se në këtë muaj ne shumë mund të fitojmë. Mund të fitojmë jo vetëm sa një jetë, që është e gjatë, por edhe më shumë se sa një jetë. Lidhur me këtë, kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot pjesa e parë e Ramazanit është rahmet, mëshirë. Do me thonë Allahu xhaleshanuhu në 10 ditët e para lëshon mëshirë. Por, për fat të keq, ne a jemi pra atyre që e kapim mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Edhe e marëm mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Besoni se së në them masa e dërmuese së në them, por me të vërtet, në më thonë një numër I konsiderueshëm edhe I bollshëm I muslimanëve nuk e agjerojnë tërë ditën. Në atë mënyrën figurative them. Pra ai e agjeron ama është gjumë, fle, deri në 12 sahati fle, apo ka dhe për atyre që flejnë edhe deri në 2, po ka dhe për atyre këm dëgju besoni, do thënë gjysore para iftarit qohet. E ki qëfar mëshire të Allahu xhaleshanuhu mund të mare? Qëfar vepra që I shkaktojnë mëshirë të Allahu xhaleshanuhu mund të fitoje në këto ditë? S'ka kur gjonë. A I del si ai person, si shembull të marëm, I cili shkon punë, edhe kur vjen fundi që të paguhet të shpërblehet, ai përgjithësi I thot, nuk ke rrok. Rrok nuk ke. Nuk qesën për punë, se ke kanë, ama nuk ke rrok. Pa rrok iq. Dhe më thonë, ai ka pas mundësi të fitoje shumë, ama nuk ka punu. Pra, me të vërtet, dhe më thonë, ne duhet I bina vetës në bas. Gjumë ma pak, ato sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dallu ma atë se ata prej mos gjumësis të natës, të ditën nuk kanë fletë, mos gjumësis të natës se kanë bo sejdë, kanë bo taube, janë lutë Allahu xhaleshanu, kanë bo dhikr, kanë lezu Kur'an, janë marrë me faktorët që I shkaktojnë rahmet, që Allahu xhaleshanu të shojë rahmet të ata, I kanë shiqu ku janë fukarat. Ju, për shembull, e dini tash se çfarë situate kina ardhë. Dhe më thënë, fukarat I kanë bo si me konë dhe një kontinjer I mbeturinave. Dhe më thënë, nëse mu më teprojnë të eshat, janë vjetru, edhe ta shku t'i qoj të fukaraja. Nëse, si shtash, edhe njëherë, nëse ushqimi për shembull apo diçka ka skadu, ai t'i qoj të fukaraja. Dhe më thënë, çdo gjë, prapë elhamdulillah, themi. Pra, a fukaraja është
kontinjerë, do më thonë, për me I fukë mbeturin, ato që nuk mund t'i përdorish, prap po them, elhamdulillah, prap do më thonë që I qëmë, fundit e ti, ama ne duhet mirësin të arim. Thot në 10 ditët e parët, lëshon rahmet Allahu të lëshanu, e duhet bësh pun rahmetit e. Elhamdulillah, ka disa do thonë që apën iftar, kontribon në iftar, edhe forma ndryshme, do më thonë, u alargon brengat muslimonve, besoni të gjame e pashës, të gjame e pashës, një person thot, a ka do një ushqim se familjen e kom pa ushqim. Nuk gërkon pare nuk gërkon. A me ushqim. Të gjame, atë që të semafor. Në më thënë a ka. A dhe dikush në më thënë pasi mu kanë të pru, prapë mu kanë të pru. Në më thënë edhe, ja që. Edhe me falenderim, në më thënë falenderit, Allah e të dashtë mëra, e ne du t'i kërkojmë ato. Du t'i kërkojmë, nuk vejnë vetë ato ka dhe për atyre, ato që vejnë, ndoshta janë për atyre që ma shumë, në më thonë që edhe ndoshta ka, ama ka dhe për atyre dhe që nuk kanë, vejnë se zore e qonë, ama ne se vapi me I madhë është, ne t'i kërkojmë ato njerës, ne t'i kërkojmë, ne t'i kërkojmë. Pra, nuk du shumë të zgjati, por të përmendi një hadith që edhe pse është do më thonë hadith daif, ama djetarët ka thonë se mund përdorët në zitje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më është dhënë neve, umetit tim një është dhënë 5 gjëra në këtë Ramazan, në Ramazanin në agjërim, të cilat nuk janë dhënë asnjë umetit tjetër. Asnjë umet si ka pas to, 5 gjëra. Në njim, thot, është kur vin dita e parë, e kina përjetu. Dita e parë kur vjen, Allahu Xheleshanu I shiqon me rahmet. To si përputhet me hadithin e saktë. Do më thënë, dhe ditët e bahna, do më thënë rahmet Allahu Xheleshanu. I shiqon me rahmet, me mëshirë. Nuk të zhyte në këto, vetëm të I përmendim që më sufnoj. Në dy, thot, ndryshimi erës së gojës së tyre, normal se nuk ka fut ushqim në bark, edhe normal edhe gjatë ditës nuk lejohet t'i lash dhëmbët. Thot, era që të keqe e quim ne edhe keqe, të Allahu Xheleshanu është më e këndshme se era e miskut. Nëntre, me laqet për çdo natë dhe për çdo ditë bëjnë istikfar për ata njerëz që agjerojnë. Pra istikfar. Që do thotë istikfar? Thonë, o Zot, fale këtë personin. O Zot, fale se në xhami, bëzirte. O Zot, është e agjerushëm. O Zot, fale me laqet. E kërkimi I faljes e me laqeve nuk kthehet të Allahu Xheleshanu. Në më thënë, e meditojmë pas të ne. Qëka me bo ma që ka ranë gjumë edhe nuk ndejnë as pak. Në 4, thot Allahu Xheleshanu e urdhon xhennetin, edhe I thot, o xhennet, përgatitu, në më thot, bëhu refresh, përgatitu, se afër është që të vinë robë të mi të ti. Afër është. Pra kjo është në mënyrë tjetër, do thënë, është torthorazik, nën kuptohet se dhe hinë xhennet, nësi e prej atyre që agjeron. Në 5, kur vjen nata e fundit, Allahu Xheleshanu të gjithë I falë, të gjithë. Ja dhe kjo
përputhet me hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se fundi është idkum min an-niran, domethënë lirim nga zjarri. Pra çohet një person edhe i thot, ja Rasulullah, thot, mos është ajo nata e katërt, losha, nata e katërt, domethënë ta zonë natën e katërt 27-ën edhe sosët puna, domethënë më lodh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot? I thot, e ke pa punë dhënësi, kur ja e pagën ati punëtorit? Thot, po kur punon? Pasi që punon, edhe ja e. E thot, që është edhe Allahu të leshanu. Pra duhet mundohesh, punosh, e pastaj Allahu të leshanu të të ja. Ela ina sal kelamu ablagë në dhamë, kelamu Allahin Melik el Aziz i Menna.